Nëse vuani nga tensioni, mos i konsumoni këto ushqime. Nëse keni tension të lartë të gjakut, rekomandohet që të përfshini sa më pak krip dhe yndyrë te dieta juaj ushqimore. Në këtë video do të gjeni disa nga ushqimet që duhet të shmangni dhe të limitoni nëse vuani nga tensioni i lartë. Mishi i kuq. Një dietë e shëndetshme duhet të ketë një sasi të ulët të yndyrnave të ngopura, kjo sepse ushqimet me shumë yndyrë nuk janë të mira për zemrën dhe enët e gjakut. Një fet mishi 500 gram ka rreth 1500 gram sodium, 1100 kalori dhe 79 gram yndyrë që ndikojnë në rritjen e tensionit. Turshit e përgatitura në markete janë të dëmshme për shëndetin pasi përmbajnë vlera të larta të sodiumit që ndikon në rritjen e tensionit. Lëngu i turshive gjithashtu mund të jetë i dëmshëm. Sheqernat. Ushqimet e pasur me shumë kalori dhe sheqer çojnë në shtimin e peshës, citon Healthy Tips. Gjithashtu edhe përdorimi i sasive të larta të kripës dhe të alkoolit mund të jenë vërtet të dëmshme për çështjet tuaja të tensionit.